Rova është vërtet fshati më i bukur, më i kulturuar edhe i gjithë treve së kolonjës. Them këto për një të vërtet dhe për një realitet që ne do ta ndeshim e do shkojmë port në port, në rrugë më rrugë, sokak për sokak, ku aty shikon historinë, lashtësinë e saj. Po ashtu dhe traditat, të cilat janë përcjellë aq bukur. Kjo traditë e këtyre bukurive që gëzon Rova e kanë fillin shumë shpejto, e kanë shekullin e 17 e 18. Për faktin se higjienizimi i fshatit, shtrira e higjienizimi i fshatit ka një zgjidhje të shkëlqyer. Që çdo familje nuk ka më grop të zezë, po ka dalin në sokak dhe 3 kanale, 3 gjirize dinin për fund fshatit në mënyrë tërthore që s'kishte asnjë komunikim. Pastërtia e fshatit ka qenë në mënyrë shëmbullore. Teksa ecim në sokaqet e Rehovës, Stereo e konsideron fshatin si një shpatull të shkëputur nga mali i Gramozit, fshati i shtëpive shpinë më shpinë, ku spikat tradita, kultura, artizanati, trashëgimia e pasur, historia e mjekpritja. Duke folur për Rehovën, patjetër nuk mund të lëm trashëgimin që ka ajo përfituar. Për faktin se Rova vërtet është e gurtë, preguri që ka vërtet mi veçare, po më duket sikur sjell një fenomen të tillë sikur ja shkëputi një shpatull Gramozit dhe ka ardhur këtu. Punimi në gur ka qenë leitmotivi i parë. Vërtet mësonin në zanat të tjerë, po punimin në gurit e kishin art. Nga porta në port, ajo që bën dallimin janë datat dhe simbolet e gdhendura në gur, ndërsa ndërtimet karakteristike nuk janë më shumë se 2-3 kate, ku vërehet se çatit janë të veshura me një lloj të veçantë rase, që mjeshtrat juglindor të gur gdhendjes i quajnë ploça. Në punimin e gurit, në gdhendjen e gurit, këtu nuk mund të futesh brisk. Është një art i vërtetë, këto noflet. Kjo këtu, 1864 dhe një figurë mitologjike që është Luani këtu. Kush është porta më e vjetër këtu? Duke u datuar me këto vite këtu, 1864, 1866 është kjo këtu, atje. 1866. Punimi i kësaj porte i kyçon Kost Priftit. Familje e nderuar, mësues i shumë brezave këtu në Rovë, ardhur nga Amerika, shoku i ngushtë i Nolit. Jemi në shtëpinë e Thoma Kristaqit. Punimi i kësaj porte ka të veçantën e saj, ku këtu shprehet viti 1885, po ashtu ky është ylli i Davidit. Pse tjetë ky ylli i Davidit këtu? Duke emigruar të rinjt, andaj kanë sjellë diçka. Janë vitet 1780 ose 1800 që ka sjellë këtë yllin e Davidit. Stereo na rrëfen se çdo shtëpi rehovare bart një histori, me banorë që kanë dhënë kontribut të veçantë për gjatë të shkuarës historike, por edhe në të tashmen, një pjesë e mirë e banorëve kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po pavarësisht kohës dhe hapësirës së largët, ata kanë derdhur kontributin e tyre në mirëmbajtjen e infrastrukturës së fshatit. Kroji shoqërisë është kontribut i atyre të rinjve të emigruar në Greqi, Amerikë. Në vitin 1930 krijuan shoqërinë punëtore rovare Zbukurimi. Ajo është një vlerë e vërtet e gjithë kontributit të këtyre fshatarëve, preksur me atë mendim të mirë që ata sollën nga mërgimi. Atëherë janë bërë shumë punime për në kurtet fetare, ashtu, për sokakët, për rrugët, janë bërë punime vetëm nga kujdesi i shoqërisë punëtore rovare Zbukurimi. Ajo që të bën përshtypje janë edhe sokakët e ngushtë të shtruar me kaldrëm, ku çdo port ka gurin e sofatit, të cilat janë krijuar për të lidhur komunikimin zinxhir mes banorëve. Banorët vijojnë të ruajnë traditën Në çdo rrugicë që ne kemi kaluar këtu, kemi vënë re që në çdo port ka dhe sofate. Për çfarë shërbejnë këto? Kur flasim për sokakët apo në dalje të portit, që ka dalje në sokakun kryesor, ka sofate. Këta sofate janë për të ulur i zonjës shtëpisë, për të përcjellë një muhabet edhe me një shoqe tjetër, për çfarë ka gatuar, zajre sa kanë ngrënë, çu stekan e këtej,
Rrugicat e ngushta të çojnë në sheshin kryesor të fshatit, aty ku ndodhet kisha e Shënkollit, e cila është ndërtuar në vitin 1910 sipas stilit bizantin. Në krahun e djathtë ndodhet lëmi i kishës, ku besimtarët në ditët e festave të mëdha, pasi luteshin, e shfrytëzonin këtë hapësirë për të festuar, veshur me kostume tradicionale të zonës, ndërsa në të majtë të saj ka qenë hajati i kishës. Jemi në mjedisin e brendshëm të kishës së Shënkollit. Kjo është gati mitropoli. Vitin 1967 kjo kaloi si depo, magazin e kooperativës. Duke bërë një vizitë irshtria e tij, kryepeskopi i Shqipërisë, Anastasi, ai bëri një takim këtu dhe tha, ju fillojeni punën, tha, se ne do bëjmë çmos. Edhe patjetër kisha ndihmoi që kjo u bë me shati, me mure, me tëra. Domethënë rrova gëzon 5 kisha dhe 4 paraklice. Këtu jemi në lem i kishës. Kështu me këtë toponim është quajtur, duke përcjellë atë urtësi, dashuri të komunitetit për faktin se sa mbaronte kisha, ktheheshin këtu dhe ishin në një valle. Vallja me motive tradicionale të rovës, valle të vjetra, të përcjella e të kultivuara nga koha në kohë. Teksa vjojmë rrugëtimin përmes Rehovës, stereo na rrëfen se çdo vit e më shumë, interesi i turistëve të huaj për të vizituar fshatin e tyre është në rritje, ku tregojnë kurreshje të madhe për historinë e zonës, si dhe për të eksploruar natyrën e mrekullueshme. Në Rehovë gjejmë mjekpritje të rrallë, turistët që shkojnë për të bujtur ule në të njëjtën tryezë me banorët, të cilët i gostisin me ushqime tradicionale, raki e këngë. Ardha këtu e turistëve, neve mësojmë për tyre, para ata mësojmë për neve. Trashëgimia kulturore, 1, emancipimi shoqëror 2, komunikimi me ato vlera, me urtësinë janë patjetër të padiskutueshme si pasuri e këtij vendi. Pastërtia, higjiena, po ashtu dhe kulitaria në gatimin nga ana e këtyre nikoqireve të mira, e familjareve të mira, është me shumë vlera, për faktin se përqet ushqimi. Ka gati 10 vjet që këtu kanë ardhur shumë turista nga Franca, Gjermania, Izraeli, Belgjika, Austria, Amerika kanë ardhur. Edhe nga Kina më kanë ardhur mua në shtëpi. 80 vjeçari Stereo Prifti. Në ato kurse që kanë mësuar fëmijët këtu, ishin 25 deri në 30 fëmijë që mësonin këtu, ishin kurse shumë të vështira, shumë të veçanta. Uleshin këmbë kryq, dhe nuk kishin fletore ose libra shkolla, po kishin drasa të vogla, poshtë shkruheshe me shkumë. Arsimimi në fshatin Rovë është trashëguar brezpas brezi. Rehova, kjo shpatull e shkëputur nga mali i Gramozit, ka nisur të gjallërohet edhe më shumë fal investimeve të kryera në kuadër të projektit të 100 fshatrave turistik, ku banorët i kanë shndërruar shtëpitë e tyre në bujtina pritëse, të arreduara plot sqim.